Në një atmosferë të mbushur me emocione, lutje dhe përmallim shpirtëror, nga Gostivari sot herët në mëngjes është nisur grupi I parë I besimtarëve musliman drejt vendeve të shenjta për të kryer haxhin, njëri ndër 5 shtylla themelore të fesë islame. Ceremonia e përcjelljes u zhvillua në ambientin e medreses Isabeu Paralelja në Gostivar, ku 150 haxhin, të veshur me ihram dhe me zemra të mbushura me besim me përkushtim, morën rrugën drejt një prej udhëtimeve më të rëndësishme të jetës së tyre. Në atmosferën e lutjeve dhe emocioneve të forta, familjar, miq dhe qytetar të shumt kishin ardhur për t'i përcjellë haxhint, duke ndarë me ta momente mallëngjyese përpara nisjes drejt Mekkës dhe Medinës. Lotgëzimi, përqafime dhe urime për një haxh të planuar shoqëruan çdo hap të kësaj ceremonie të veçantë. Bismillahirrahmanirrahim. Bëj niyet të bëj umre. Ma lehtëso dhe ma bën kabul. O Allahu im, bëj niyet të bëj umre. Ma lehtëso dhe ma bën kabul. Pas duaz dhe niyetit për në haxh, myftui I muftinisë së Gostivarit Sabahuddin Zendeli, I cili këtë vit mban edhe detyrën nën kryetarit të haxhit në nivel qendror dhe udhton bashkë me besimtarë drejt vendeve të shenjta, urroi haxhin për rrugë të mbarë dhe haxh të planuar. Ai theksoi se organizimi është realizuar sipas planifikimeve dhe në koordinim të plotë me ekipet përgjegjëse. Këto do të jenë pranë Ka'bes së madhnishme. Këto do të jenë pas gjurnëve të pejgamberit alayhis salam, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Këto do të jenë aty në atë Ka'be që e ndërtoi Ibrahimi alayhis salam bashkë me të birin Ismailin. Do të jenë në vendin në Arafat aty në Jebelur Rahme, ku takua Hazreti Ademi me Hazreti Havën. Këto nisen për një udhtim që nuk do ta harojnë në jetë, por mbi të gjitha, sinqeriteti, besimi dhe niyeti I pastër në Allahun fuqiplot, I drejton këto për të kryer kushtin e 5 të Islam haxhin. Dhe Allahu xhalleshanuhu inshallah u lehtëson dhe u bën kabul haxhin. Dhe kështu të bardhë dhe të sinqert, inshallah të kthehen pranë jush, ashtu siç jeni sonte, të gëzuar në përcjelljen e tive për këtë rrugtim, në rrugë të Allahut fuqiplot, vetëm për të kryer kushtin e 5 Islam haxhin, ashtu edhe të gëzuar dhe të lumtur, inshallah të prisni edhe mbas 24 ditëve që ato do të qëndrojnë në Mekën e bekuar dhe në Medinën e ndrishme pranë pejgamberit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe vetë haxhit nuk I fshehin emocionet paranisjes. Ata u shprehen mirënjohës për organizimin dhe kujdesin treguar nga muftinia e Gostivarit, duke veçuar planinë e udhëhecësve shpirtëror dhe të personelit mjekësor që do t'i shoqërojë gjatë këtij udhëtimi të shenjtë. Të emocionuar që kishin veçur ihramin që nga Gostivari, shumë prej tyre theksuan se haxhi është një udhëtim që ushqen shpirtin, forcon besimin dhe afron njeriu më shumë me krijuesin. Unë nuk është herë e parë që shkoj, po ëndra ime ka qenë shkoj pi vendingjës pi ku kam linë, elhamdulillah Zoti më mundsoi dhe kam edhe emocione bile kur foli, po shqyr pi Zotit që më mundsoi të shkoj pi Gostivarit, se ku blie këto në pi këto të shkoj. Po më mirë s'ka ku të shkoj, kjo është vetë që hera e ditë jem ja, edhe me gjithë kënaqësinë e madhe kështu me këtë shoqërinë që e kam këtu, ma kish falë Zoti që edhe një herë të shkojmë ta shkelim atë vend të shenjtë atje. Po, pi gurbeti kemi ardhë ka që janë një javë, imi bo një grupë pi atje dhe është shumë kënaqësi e madhe. Gjithësi e madhe, në shumë jo me lumtur që shkuj në atë vend, vetë shkuj me kunatën, me Zotit na I pranon e haxhin, inshallah haxh të pranohet, kena mirë me shëndetin tina mirë, Zotit të na I falë gabimet, të na pranon e haxhin. E në unë jam shumë e falenderoj për Zotit që ma ka mundësuar të shkoj në haxh. Inshallah e kemi një haxh pranohet, e në krip dashamirët e mëj Zoti va boft në nasip që të shkoj. Nga obori medreses në përcjelljen e qindra familjarëve haxhinët u nisën me autobus drejt aeroportit ndërkombëtar të Shkupit, prej nga me aeroplan do të udhtojnë drejt Arabisë Saudite dhe vendeve të shenjta islame. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la
Vlen të theksohet se këtë vit, nga territori i Muftinisë së Gostivarit drejt Haxhit do të udhëtojnë gjithsej 512 besimtar, duke e bërë këtë një nga organizimet më të mëdha dhe më domethënëse shpirtërore për besimtarët e rajonit.